Publikohen të tjera rezultate nga numërimi elektronik në Vorë, lidhur me zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Zyrtarisht KQZ do të shpallë rezultatin mëngjesin e së hënës, bazuar në një kërkesë të Partisë Demokratike, si kundërtha kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Por referuar të dhënave, në 6 kutitë e para të numëruara nga 44 të tilla në Vorë, koalicioni Aleanca Shqipëria Madhështore, i drejtuar nga Sali Berisha, rezulton me 522 vota, ndërsa Partia Socialiste e Edi Ramës me 501 vota. Qendra e votimit 1301, PD-HM 35 vota, PS 85 vota, qendra e votimit 1558, PD-HM 42 vota, PS 124 vota, qendra e votimit 2037, PD-HM 111 vota, PS 87 vota, qendra e votimit 2037 fraksion 01, PD-HM 99 vota, PS 63 vota, qendra e votimit 2038, PD-HM 106 vota, PS 74 vota, qendra e votimit 2038 fraksion 01, PD-HM 129 vota, PS 68 vota.